Përshëndetje zoti guvernator, pyetja ime do jetë e shkurtër. Çfarë masash për mbikëqyrje, por në njëjtën kohë dhe për parandalim merr Banka e Shqipërisë për të ndaluar qarkullimin e paras narkotrafikut në sistemet tona të bankave dytësore, për të mbikëqyrur ato në investimet më pas që ka ndodhur në imobiliare, në blerje të nivelit të dytë, po në njëjtën kohë edhe në financimin e projekteve të mëdha me që i kemi quajtur investitor strategjik. Sepse ajo normalisht ka ndikuar në shëndetin e ekonomisë shqiptare, ka ndikuar dhe në këtë zhvlerësimin e monedhës së euros, nga influksi i madh që ka patur, dhe në njëjtën kohë nga investimi shumë i shpejt që po ndodh në të gjitha spektret, si në Bregdet ashtu dhe në Tiranë tek kullat. Dhe doja të dija se kush janë masat që Banka e Shqipërisë ndërmerr, përveç se kuptohet institucione të tjera si i pastrimit parave, ndalimi i pastrimit parave etj, po Banka e Shqipërisë vetë se çfarë po bën. E dyta, blerja prej 930 milion euro të valutës së euros, ndërkohë euro vazhdon shfuqizohet, a përbën kjo përsëri një pa fuqi të bankës qendrore për ta stabilizuar monedhën që mos bjerë në një mënyrë pikjat, siç ra, dhe duke sjellë pasojat e tjera, përveç se pasojës vetëm të mirë që është rënja e borxhit të jashtëm, gjithë pasojat e tjera kanë qenë dramatike për familjet shqiptare. Dhe e treta, kush do jenë incentivat që Banka Qendrore do marri për kreditimin e blerjes banesës së parë të çifteve të reja. Faleminderit.